ndonjë ekspert i kësaj fushë, po e du. E du këtë fushë, e kultivoj shumë, e transmetoj shumë, zhutat e din, na si televizion 70% e kem folklor. Nga njëherë të rinjet, në akuzojnë dhe thonë, po ne humni të drejten me ju përcjell, sepse po na qetni dhe po na transmetoni vetëm masakra me qtelia. Por unë e ruaj me fanatizëm të madh, sepse përmes folklorit, na e kemi kriju një identitet tonin kombëtar. Tu fillu prej shekullit 19, kur veç është interpretu me fjalë, e s'ka pas folklor të shkruar, s'ka pas tekst shkrues, s'ka pas kush i këndon ato, por me fjalë janë thurë këngë, edhe pastaj më vonë, në shekullin 20 e tutje ka fillu që edhe të shkruhet, edhe të mbesin fërkemt e folklorit. Dhe që nga atëherë, e deri në ditën e sotme, folklori, sidomos të shqiptarët, jo që nuk o zbe, po është mos e vërtet që dita ditës po merr për mosa e gjithnjë më të mëdha. Sidomos nga viti 2010 e tutje, sepse pajtohem fatkeqësisht që nga viti 2000 deri në 2010 e patëm një shkarje, patëm një shkputje, na dukej aq demode. Deri sa dolën s'ken zhut ata? Jo. Po të ndodhë këtu? Ja, nuk është ajo deri sa dolën se... Zejto gjeloz, po ja folën krejt, se zejto pak gjeloz, këtu në aspekte, po ja folën krejt. Ja, nuk jam gjeloz, po folklorin e adhuroj shumë, e du shumë, edhe folklori zakonisht, edhe tradicionalisht, edhe ndër shekuj, është kultivu të popujt e shtypur, të popujt e robruar, edhe i kanë motivu, si shta, edhe kohë lufte. Folklor kanë gjithë popujt e botës. Mirë për më i theksuar i ka qenë të shqiptarë, sepse deri para 2000, kur u shpall pavarësia, po deri në vitin 99 që u lirum, na kemi qenë të robruar, dhe ka qenë domosdoshmëri ta kultivojmë folklorin, tu këndojmë këngëtarëve, në fakt tu këndojmë herojve që i kemi pas, që nga Skënderbeu tutje, përmes folklorit kemi arrit me mbajt gjallë qenjen tonë kombëtare, e që na dikur do të flasim, prap do të kyçemi te transformimi i folklorit nga ai tradicional në një folklor modern, por që qenjen e ka gjithmonë të rujtja e autoktonisë së kombit shqiptar. Do t'i gjata?